Nis në Alaskë nata polare, qyteti Utqiagvik nuk do të shohë më diellin deri në 22 janar 2026, pamje mbreslënse. Banorët e këtij qyteti në Alaskë pandje lindjen e fundit të diellit për vitin 2025, duke shënuar fillimin e një periudhe 64 ditore errësirë të vazhdueshme për pikën më veriore të kontinentit amerikan. Lindja e ardhshme e diellit pritet në 22 janar 2026, sipas Fox News, kur Antarktida do të jetë në fazën e kundërt sezonale, duke përjetuar ditët polare që zgjasin deri në shkurt. Nata polare në rrethin arktik që përfshin edhe Utqiagvikun nis me lindjen e fundit të diellit viti 2025. Banorët e dinë se rrezet e para të diellit do të rikthehen vetëm në janar të vitit të ri. Ndërkohë në polin e jugut, Antarktida hyn në periudhën e ditës polare me diell të pandërprer deri në shkurt të vitit 2026.